Prandaj e ftoj opozitën sërish që të vinë në seancën për zgjedhjen e presidentit. Dhe do të kemi një tjetër lidhje me kolegun Ideal Gola në këto momente, lidhur me këtë seancë të pritshme në orën 14. Ideal, edhe një herë jemi bashkë, të përshëndes. A pritet të vinë këtë herë deputetët e opozitës? Në fakt, para pak minutash, Partia Demokratike e Kosovës, përmes deputetes Vlora Qitaku, konfirmoi se nuk do të marrin pjesë në seancën e ftuar për ora 14, madje ata e kanë bërë ftesë edhe lëvizjes vetëvendosje të ndalin përpjekjet e tilla antikushtetuese për të zgjedhur presidentin. Gjithashtu Partia Demokratike bëri një ftesë edhe kandidates për presidente, Ferit Derushiti, që të tërhiqet nga gara dhe të mos bëhet pjesë sipas tyre kësaj maskarade politike që po ndodh në kuvendin e Kosovës. Ata thanë se nuk do të bëhen pjesë asnjë lloj loje të Albin Kurtit dhe se tashmë fati duhet të rikthehet qytetarëve dhe sovranit të vendos përmes zgjedhjeve të parakohshme se çfarë drejtimi duhet të marrë vendi. E qartë, megjithatë nuk ka një konfirmim nga LDK-ja, nëse do të marrë apo nuk do të marrë pjesë. Nuk ka pasur një konfirmim gjatë këtyre kohës nga përfundimi i seancës së parë deri më tani, mirë po nuk kanë dhënë sinjalet se kanë ndryshuar qëndrim. Ora tashmë ka kaluar 14, ata nuk janë në seancë, ashtu sikur se nuk ka asnjë deputet tjetër, mirë po vonesat janë bërë të zakonshme në seancat e kuvendit të Kosovës, mirë po vështirë se Lidhja Demokratike ka ndryshuar mendje apo qëndrim në lidhje me këtë çështje dhe prap pritet që të mungojnë në seancën e dytë për sot, që është për zgjedhjen e presidentit, sigurisht se pasi nuk ka pasur asnjë lloj zhvillimi tjetër që do të kishte ndoshta që do të mëçonte në ndryshimin e qëndrimit të tyre. Ideal, edhe njerë, si e argumenton opozita refuzimin e saj për të qenë e pranishme në këto seanca të rëndësishme për zgjedhjen e presidentit? Me arsyeën e thjeshtë nuk ka një marrëveshje politike mes mazhorancës, lëvizjes vendosin këtë rast me ndonjërin prej partive, Partisë Demokratike ose Lidhjes Demokratike ose me të gjithë bashkë për një kandidat konsensual. Fillimisht pra pasi ishte tentuar të kishte një kandidat konsensual dhe nuk u arrite asnjë emër që do të ishte i pajtueshëm për të gjithë ose të paktën 80 deputet të parlamentit të Kosovës. Atë lëvizja vendosi tentoi të bënte marrëveshje politike veçmas fillimisht me Lidhjen Demokratike dhe pas në Partinë Demokratike, por dështoi ta bënte një gjë të tillë. Partia Demokratike vetëm se ka një javë që tashmë e ka konsideruar si të mbyllur këtë çështje, ndërsa Lidhja Demokratike ftoi që nëse dëshiron marrëveshje politike të pranojë propozimin e saj, duke garantuar 15 votat dhe duke përmendur këtu emrin e presidentes Vjosa Osmani, gjë që nuk ka marrë asnjë reagim nga lëvizja vendosje. Pra le të themi që mungesa e një marrëveshjeje politike ka bërë që partitë opozitare të mos jenë në seancën për zgjedhjen e presidentit.